zotri kriminal Albin Lukaj dhe kështë qëlluar këtë kriminali kolegën tim. Mirë, kam këtë disa pyetje për ty? Zotri dëshmitar, a kishte ndonjë bashkëpunëtor kriminali I Pandehurit? Zotri kriminali ishte I vetëm. Si e njohët ju të Pandehurit? Zotri kriminal duke vakuar për të ikur I kështë rënë telefoni dhe unë e kështa marrë dhe kështa parë se është ai dhe kështa quar në polici. Mirë, keni ardhur të japni dëshmitë dy këtu faleminderit dhe mund të shkoni. Më falë që po ndërhyj nëse më lejoni kam disa pyetje për dëshmitarin. E dytë, mund të bëni? Me arma, po jo kishte shti kriminali në O kështë shti me armë ndaj E çfarë kishte bërë pastaj me armën? Me armën në kështë hedhur në vend tjetër. Mirë. A mund të na përshkruash çka ka pas veshur kriminali? Ishte I veshur me gjithë trupi ishte I mbuluar me ngjyrë të zezë. A ka pati kriminali? Nuk më ka parë. Mirë, pse nuk tani kam unë disa pyetje, pse nuk e dalur ti në atë vend të përballësh? Sepse kam pasur frikë se kush I del dhe përpara zotrin kriminal e shtente mbi të. Atëherë, si nuk e dëgjuan këshillit tuaj apo në armë ka qitur ta zhurmën? Nuk e kam dëgjuar. Mirë. Ju falenderoj për dëshminë tuaj dhe mund të shkoni. Faleminderit. Fjallën e merë, zonja Elvira Aslani, avokatja Albin Lukaj. Faleminderit zotë Çekaç, unë si avokatja e të Pandehurit Albin Lukaj më hëtë të akuzat që bërë ndaj I akuzuar për 3 vepra penale, njëra vrasja dhe tjetra vjedhje. Unë më hëtë të Çekaç. Mirë, zonja avokat. Sa pyetje për Leona, zonjë Çekaç. Vetëm një sekond. Atëherë çfarë do të thoni për këtë zonja avokate? Unë më hëtë. E mohon atë shenjat e kishtave. Zotri Çekaç. Mirë, keni disa pyetje për avokatën? Për të Pandehurit kam disa pyetje. Ju thatë më herë që nuk ishin rrobat e tua, a është kjo? Në fakt, policia në ale timeve, rrobat e juaj janë gjetur me një kontingent të mbeturinave afër vendbanimit tuaj, që thuhet pikërisht se I ke gjuajtur ti për mos dyshuar policia. A është e vërtetë kjo? Kam edhe në një, është e vërtetë se rrobat e juaj kanë gjetur në kontinent? Jo, pse e mohoni të gjitha? Mirë, Nëse më lejoni edhe kam diçka edhe për të shtuar. Në vendin e gjarës duke ikur ka pasur një pengesë ku I kishin rënë disa stoli. Këtu I kam edhe doset të cilat I kam lumtuar dhe I kam gjetë ato deklarata. Albin Lukaj, sipas dosjes që heretoi zonja prokurore, ju keni bërë edhe një krim në vitin 2010 si vepër penale. Ju kishte vjedhur në shtëpinë e zonjës Vlona. Zonja Vlona, fjala dëmtuese, deklaroi se unë një zotri Albin Lukaj që nga më parë. Nga jeni një zotri të Pandehurit? Unë një nga 4 vite më parë, sepse kjo kishte kryer edhe një vjedhje në shtëpinë e shoqës time. Ishte ti? Ishte ti aty? Jo. Mirë. Atëherë, zonja avokate, keni ndonjë pyetje për palën dëmtuese? Këndështuese. Po kam pyetje. Dua ta pyes se kanë dëshmitarë të tjerë për ta vërtetuar se gjitha këto janë të vërteta. Nuk keni dëshmitar, ti keni ndonjë pyetje për këtë? Jo. Mirë, vendimi u marr. Por para se të merret vendimi, gjykata të liçet për të marrë vendimin. Këtë sekond pas vendimit. Zotri Pandehurit, nga dëshmitari
i mbrojtës, e marrë Dasha i dëshmon se natë Madlera ishte duke kryer krimin. A ishte duke kryer krimin? Jo, kam qenë anë familjar. Rregull, ja fjalën gjykatës. Mirë. Atëherë vendimi më Unë i kam edhe disa dëshmi për të vërtetuar se Albion Duka e ka kryer krimin. Urdhër. Në shtëpinë e zonjës si Viola Mustafa, ajo klientës time kanë qenë edhe kamerat e sigurisë, të cilat mund ta vërtetojnë këtë, dhe të tjera që janë edhe arma ftohtë siç e keni vërtetuar në polici. Kamerat e sigurisë mund ta stillni? Mirë. Pastaj vendimi më të gjep në këmbë. Të gjep në këmbë. Në bazë të provave të mjaftueshme dhe të provave që kemi gjetur nga dëshmia, i panderi Albion Lukaj do të dënojë